E vërteta është e plota, thoshte filozofi gjerman Friedrich Hegel. E kjo fjali po duket që i duhet mas shumti gazetarisë në Kosovë aktualisht, sepse ka gazetarë që e zbulojnë vërtetën dhe e thonë ato të plotë siç është, ka gazetarë që e zbulojnë vërtetën e plotë dhe e thonë gjysmën e saj, ndërsa gjysmën tjetër e përzin me çka t'ju konvenon atyne. Ka edhe asi që ja huqin komplet, po sot nuk po merremi me ta. Rasti i fundit me derivate na e dëshmon sakt këtë problem. Skema kriminale e shpërlarjes së pareve përmes importit të naftës ka nisë me marrë epilog me që prokuroria dhe policia e Kosovës kanë zhvillu aksione në 10 lokacione mrena venit për me zbulu këtë skemë. Po fillimisht, çush ka funksionu skema? Tonelatat me naftë ngarkume për import në Kosovë me rrugë tranzit Shqipnin ishin të figuru muj mas muj që kjo naftë po futej në Kosovë për nevoja të tregut. Me që Shqipnia e ka matë shtrajt të vëshën e aksizën e taksa tjera ndërlidhëse me naftën, një ose disa kompani importuse, si pas dyshimeve, e këshin gjetë një formull qysh me manipulu tregun edhe paran në përgjithësi. E para, nafta në dokumentacion figuronte që do importohi në Kosovë, e dyta nafta shkarkohej në Shqipni edhe shpërndahej mrena tregut të zi të naftës atje, dhe e treta, cisternat mbusheshin me ujë dhe futeshin në Kosovë me qëllim që me mbulu krimin. Skema nisi me u bë e dyshimt kur stoqet e kompanive të naftës mrena venit Kosovë nuk ishin të u përputh më me nevojat që i ka tregu për me konsumu naftë. Dhe nevoja nuk ishte aq e madhe. Pra, nëse ti në letra po thu që ke importu sasi të mëdhaja të naftës, dikur duhet me u pa ku ka shku ajo naftë. Nëse tregu se ka konsumu atë naftë, atëherë rezervat nuk përputhen, faturat po ashtu nuk përputhen dhe këtu dikush duhet me dhonë përgjegjësi. Këtu del në pa krejt skema dhe një kalkulimi thjesht që thotë që sipas parametrave që 55 cent është më e lirë nafta në Kosovë se sa në Shqipni, për 33.000 litra të një cisterne, përfitimi është rreth 18.000 euro. Nëse një kamion apo cistern e shumëzojmë me 33.000 litra dhe me 55 cent, këto mundemi me shumëzu pra 33.000 litra për 1.000 kamion dhe përfitimi na del dikun rreth 18 milion euro të jashtëligjshme. Kjo skemë në fillim ishte hulumtu me 7 korrekt nga Vox Kosova në një reportazh të autorit Liri Mehmetaj, pra në vitin e kaluar, dhe duhet thënë që skema aty ishte shpjeguar në qartë dhe në mënyrë të detajuar. Po problemi nuk është te shpjegimi i skemës. Problemi është te konkluzioni dhe kompanitë që ndërlidheshin me këtë skemë. Sepse në atë reportazh, sipas autorit, strumbullari, barci ose kompania e përfshirë në këtë skemë dilte të ishte kompania Exfis. Madje mrena reportazhit shfaqej edhe një video ku Exfis lidhej me rastin e shitjes apo përzierjes së ujit me naftën. Po, tash që dolen emrat e raportuar nga aksioni i fundit në listën e personave dhe kompanive të përmendura, siç mundeni mi pa në ekran, Exfis nuk figuron askund që ka qenë i përfshirë në këtë skemë të kontrabandës. Dhe këtu është saktësisht problemi, sepse e vërteta nuk është vetëm me kap një pjesë të skemës dhe me ndërlidh me një ngjarje tjetër apo me i bë bashkë të dyja kur ato nuk ngjiten kurrësh mes veti. E vërteta është me ndjek zinxhirin deri në fund. Çka do kishte bënë një gazetar profesionist në këtë rast? Liri Mehmetaj në atë kohë kishte publikuar edhe foto të kamionëve që ishin dalë në dogan me dyshime të bazuara që këta kamion ishin të përfshirë në këtë skemë kriminale. Një gazetar profesionist kish me pyet: kamion të kujt kanë qenë të ndalur në dogan, targat ku figurojnë që të cilëve kamion janë, faturat, malli kujt është, kompania barce kush ka qenë. Krejt këto kishin mujt me u evidentu në një kohë të përshtatshme për gjatë hulumtimit. Po,
kur ato nuk mjaftohen me publiku veç me një foto të kamionëve të ndalur në dogan, e pastaj duhet me ndërtu një konkluzion ka kompania që ty po të konvenon me godit, ani pse në fund kësaj video do e shihni çfarë përgjegjësi ka ose duhet ketë ex-fisi mbrana tregut kosovar dhe për çka duhet të hulumtu kjo kompani. Kjo na bën me dyshu edhe hulumtimin në tërësi. E kemi pyet edhe një herë kompaninë Ex-Fis lidhur me këto pretendime. Në përgjigjen e tyre, Ex-Fis thotë që merret me tregtinë e derivateve të naftës prej 36 vitesh dhe se gjatë kësaj periudhe ka importuar shit mbi 4 miliard litra derivate. Kompania, siç mundeni me pa edhe poshtë, thotë që shitja me pakicë është një pjesë e vogël e veprimtarisë të saj, ndërsa kryesorja e furnizimit apo fokusi i tyre është furnizimi i aviacionit në përgjithësi edhe atij ushtarak dhe aeroporti i Prishtinës, aeroportet ndërkombëtare e forcat e NATO-s janë projekte të furnizimit që Ex-Fis është i përfshim. Pra, e vërteta është e plot, e jo cop, jo e ndërlidhur me zor, jo e harnume e masakrume. Jo që tash e kam një skem, edhe po janë gjesë një amën anash saj, e sa i përket kompanisë, ju thash edhe më herët, ajo duhet të hulumtohet shumë shpejt për çështje tjera me interes publik, për pozitën e saj që e ka në furnizimin e aeroportit kombëtar Adem Jashari, për furnizimin me mazut të Kekut, për kontratat e raportet në fakt të saj me institucione. Po sot një gjatë duket e sigurt, përfshirja e Ex-Fis në kontrabandën me naftë, siç u paraqit në reportazhin e mëhershëm, është larg prej të vërtetës të plot që do duhej me synu gazetaria serioze në Kosovë. E nëse vërteta është e plota, atëherë gjysma e vërtetës nuk është gazetari, është manipulim me pamje të një hulumtimi.